Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e radhës me gazetarët këtë të hënë ka folur për protestën e 22 marsit, të cilën e cilësoi si ditën e parë të demokracisë. Kryedemokrati u shpreh se betejë e opozitës do të vijojë deri në largimin e Ramës. Kryetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë ndëruan në mënyrën më madhështore, më solemne, më dinjitoze 22 marsin, ditën e parë të demokracisë, me demonstratën e tyre të fuqishme në kushtet një narkodiktature, autokracie elektorale apo diktature autoritare, shqiptarët treguan dje se janë të pamposhtur nga kjo narkodiktaturë. Betejë jonë do njoh vetëm ngjitje. Ajo do përfshi të gjithë Shqipërinë. Dhe do të jetë e pandërprerë gjerë largimin përfundimtar të kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Lidhur me pyetjen për lëvizjen e Ervin Salianit, Berisha tha se e birsuan, ndërsa ritheksoi edhe një herë se është i vetë përjashtuar. I vetë përjashtuar është i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo ate, kjo s'është puna ime. Birsimet kanë ndodhur dhe ndodhin gjitha kohrat. I gëzofshin ata që birsojnë. Kaq është puna. E birsuar, hiku mori fund. Unë që është të vërteta, kam shumë kënaqësi të kem rival. Dhe në gjitha kohrat, unë kam patur rival. Po, kur tjetri birsohet, bën zgjidhjen e tij. Politikisht e kam fjalën, se jo kështu sa i ka prindet e vetë dhe politikisht e ka bërë tani, s'kam si po. Nuk është përgjegjësia ime për atë që birsohet politikisht këtu apo aty apo këte apo andaj, ka bërë zgjedhjen e tij. Mëtej, Berisha u shpreh se protesta do t'jenë kudo ku ka pakënaqësi. Sipas tij, regjimi do të përballet me qëndresën popullore.